video do jetë fiks si një film. Mirë se erdhët në një tjetër video këtu tek këndi Aldës. Unë do ta them në shqip sepse jemi shqiptar, pavarësisht se titulli do jetë në anglisht, por nuk ka problem. Këtu jemi tek këndi im i përhershëm. E kam nisur fiks videon këtu, ndaj më pëlqeu kjo hapja kështu, meqense se kjo është video e parë e këtij vlogu që kam nisur. Tani do marr këtë valizhen këtu. Si që keni parë dhe nga titulli, ne do të shkojmë në Kolashin të gjithë bashk. Jem unë, fëmijët, Rogerti dhe vjera ime. Nuk do marrim nanin, por do marrim nënën. Të marr tani valizhen sepse duhet të nis, nuk kam bërë asgjë gati. Kam qenë jashtë gjithë ditën sot dhe s'kam bërë asgjë gati, siç u thash. Bravo! Opa! Shikoni pak kush është këtu. Hello! Hiqe këtë, të ka thënë mami. Op, do bëjmë gati. Roj po kërkonte mes se s'bën të shkonte në një vend me debor, edhe pse unë këtë vit nuk e di pse nuk e kisha I am go për mbasa, apo thjesht nuk kisha asnjë lloj kështu entuziazmi që të mendoja të shkoja diku. Fatmirësisht po të bisedoja një ditë me një nga shoqet e mia dhe kishte shkuar në një vend shumë të bukur tek disa vila të reja. Dhe unë i kontaktova direkt, thash nëse do kenë këtë fundjavë, do shkoj patjetër se nuk kam se ta shtyjem se fundjavën tjetër kam punë, kemi edhe një fejes të shtunën. Kështu që më mirë të ikim këtë javë, thash. Fatmirësisht fati jon ishte një vilë e lirë. Dhe të tregoja pak këto dy pellusha që kemi realizuar tek Rakit, janë të Beki, të vdesim për ty si mi hap krahët. Shkojnë se e bukur është ky, o zot. Adhurim, me etiket, me të gjitha, është shumë i bukur. Kemi bërë një në këtë ngjyrë dhe një në ngjyrë të zezë. Shikoj mami sa e bukur është. Kjo është e Bekit. Besoj keni parë ato kafe dhe ato me pellushin kaqurel. Tani kemi realizuar edhe dy të fundit. Dua që çdo gjë që unë e kam ta ketë edhe Beki. Edhe në këtë mënyrë do jemi meqi. Është viti i parë që unë kisha bërë blerje për në Borë dhe viti i parë nuk kisha bërë asnjë plan për të shkuar në Dëbor. Më thënë shumë e çuditshme. Unë do marr edhe mundbucat që i kam këtu lart. Do marr të dyja. Do kem një outfit me të zeza dhe një outfit me të bardha. Kështu që do i marr të dyja. E di se me hapësira nuk jemi pangur, se gjithë familja me një bagazh jemi. Kështu që për një natë do bëjmë si do bëjmë. Këtë, do ma prishësh. Edhe pse ne do jemi vetëm për një natë, për një ditë, pra do nisemi nesër herët në mëngjes që të kemi ditën para, do qëndrojmë vetëm një natë dhe do kthehemi të dielën. Pavarësisht që unë nuk do rri shumë ditë, pra një ditë do rrim atje, prap unë duhet të bëj gati çdo gjë, mos të harroj asgjë, të Bekit, të Rojit, të Miat, që të jemi përgatitur zëre se do rri një javë. Pra, të gjitha gjërat do paketohen po njësoj. S'ka rëndësi nëse ti rri një ditë apo 2 ditë, apo 3 ditë apo një javë. Thjesht është në sasi pastaj. Më duhet të marr çdo gjë, çumësh, panolina, letra të lagura, veshje, ndërresa, pijama të ngrohta, të ftohta, të gjitha. Pavarësisht kësaj, unë jam dhe një mami blogere që duhet të mbush valizhen me gjitha veshjet e mia, me duhet të zgjedh dhe të bëj kombinime. I kam thënë Aldës, pra vetës, që do shkoj vetëm një ditë dhe nuk duhet të marr shumë gjëra, se thjesht do mbush kot valizhen edhe nuk është se do i vesh. Dhe pse kjo mund të më bëj foto të bukura, vendi atje është shumë i bukur. Le të shohim. Unë do mundom të jem shumë specifike në ato që do të marrim edhe çizmet.
Këto do I veshim për herë të parë, nuk I kam veshur ende. Më shumë entuziaste jam për këto veshjet e reja. Mbani mend që pa ta treguar edhe një blerje tjetër për Debor, por ajo është shumë e bukur dhe mendoj se duhet të kem një udhtim pak më ekstra për ta veshur dhe nuk do ta marr me vete. Do e ruaj. Mbaje mami këtë? Teta. Edhe këtë? Edhe këtë. Ja, kush më ndihmon mua të bëm gati. Kemi çokën edhe bekin. 2 bukuroshat e shtëpisë, 2 më të veçlit e shtëpisë tonë. A jeni më të bukurit? Po. Po. Ja, tani më ka parë që unë kam hyrë për këtë, do hyj edhe ajo. Patjetër. Po. Si dukem kështu nga lart, mami? Mirë? Sa po të bëj të gjitha gjërat gati, më duhet të bëj dush dhe të krej të gjithë këto leshrat e mi, bukur, se më janë bërë, nuk e di, skandal lëkura, skandal flokët. Nuk e di se çfarë më kanë gjetur, por nuk jam në comfort zonin tim më të mirë këtë periudhë, do të thënë nuk jam në terezin time më të mirë. Gjithsesi, është okay, se e di shumë mirë, nuk do kem kaq shumë kohë të pushoj sa kam pushuar këtë ditë. Ajo thash. Ua, mami e hape këtë ti? Mbyllë, mami. Atë keq. Mbyllë, mami. Bravo. Oh, sa bukur goca ime. Je shumë e mirë, mami. Po si e hape ti këtë? Shikoj një pak. I hap edhe. Mami. Hajde shikojmë çfarë po bëroj andej. Hajde. E shikon se e ke bërë dorën pis? E shikon? Hajde lajmë. Hajde lajmë me mamin. Shikojni këtë tjetrin. Hello, Çoko. Qa po bën aty? Qa po bën aty? Toke. Seni kendi canından çok seven biri o. Sa po kemi mbërritur tek vilat. Duken shumë bukur. Edhe pse nuk ka shumë dëbor, si që shikoni ka dalë dielli. Këtu do kishte qenë fantazi nëse do ishte dëbora që binte, po të shikoni të gjitha pemat do ishin të bardha. Por jo. Sa po erdhëm këtu te vilat, ju tregojmë pak vilën, shikoni sa bukur. Haroj na prezanto pak. Kjo është pamja, këtu te saloni, sa bukur do ishte nëse do kishte edhe dëbor. Këtu është kuzhina. Po I hap gjithë. S'ka ujë? Kemi marrë mami me vete ujë. Këtu që nga shumë bukur. Këtu janë dhomat, ju tregoj pak këtë dhomën këtu. Shikojni sa e bukur. Ne kanë sjellë dhe krevatin e bekit. Po më pëlqej ka shumë fare. Ndër vilat më të bukura që I përshtaten shumë dizajnit. Sa bukur. Jam shumë e mërzitur që nuk ka dëbor. Këtë ishte perfekta. Kështu, dhomat shumë të bollshme, çdo gjë duket fantastike. Këtu kemi dhe tualetin, garderob këtu dhe këtu. Këtu është tualeti. Roja shumë e lumtur që ka vask këtu do lahet.
Çdo gjë duket shumë e pastër, shumë e re. Dikush është shumë i lumtur. Bravo! T'ju tregoj dhe dhomën tjetër. Këtu kemi dhomën tjetër. Janë 2 dhoma gjumi, shumë të bollshme. Të gjitha me pamje, garderob, tualet dhe madje kjo dhoma këtej kishte edhe një mini kuzhinë të vogël, lavamani, tjetër garderob, shumë e madhe. Shumë e madhe. Sa bukur do ishte nëse këto vilat kaq të mëdha të ishin diku në plazh, që vera don shumë hapësirë, lirshmëri, fresk. Edhe këtu është tualeti tjetër. Çdo gjë që nga mrekulli. Kjo është dhe emri, para se të pyesni. Tera. Dhe that's it. Kjo është e gjitha. Jashtë është shumë bukur. Sa bukur. Çdo gjë mrekulli. Thjesht jam shumë mërzitur që nuk ka debor. Do ishte çdo gjë me mbuluar e bardhë me debor, do ngjante fantastike. Kështu dukem unë, jam e lodhur, por shumë e lumtur që jemi këtu sot. Dhe pse Beki nuk na ka qëndruar fare rrugës. Meraku më i madh është ajo, nuk rri fare në makinë. Mbasi sistemohet të gjitha gjërat në vendet e veta, ka ardhur orari i gjumit të Bekit, kështu që e kalova nga dhoma tjetër bashkë me nënën. Dhe unë thash të bëhem pak gati, bëj pak make-up, që t'jemi më mirë. Mami, si mendon? Po. Të vendos pak make-up? Po. Me make-up apo pa make-up? Make-up më mirë. Dhe më thënë, nuk të pëlqen mami kështu? Je shumë i mirë. Kemi dalë shumë herët sot. Diku nga ora 6:30 jemi zgjuar 7, nuk kemi dalë shumë herët, e kishim planifikuar për dalë më herët, por nuk arritëm dot se ishim shumë të lodhur. Duhet të ulemi shumë herët në gjumë që ne të zgjohemi herët. Ky udhëtim ishte shumë i shpejtë, do nuk se kishim kohë që planifikonim, thjesht donim të lëviznim një fundjavë edhe bëra bukë të këto vilat, shqyqyr, vetëm një vilë ishte e lirë për këtë fundjavën. Dhe i thash, aq shpejt sa e bëra unë. Fundjavat janë full këto, aq më tepër në vendet malore që është kulmi i sezonit tani më. Edhe fatmirësisht e gjetëm këtë vilën, por unë nuk është se jam shumë përgatitur përsa i përket kontentit, duke qenë se kemi ardhur familjarisht edhe me fëmijët, edhe me vjerën. Normalisht kur kam ato, kam një ndihmë disi, nuk është se ja për shembull tani që Beki do flej gjumë, është vjera ime, ndihmë është dhe kjo. Por nuk është se u përgatita shumë, më thënë të drejtën që unë të marrë shumë veshje, skincare, budalliqe, do më thënë. Kam marrë vetëm këto të dyja, si janë shumë hidratuese për lëkurën. Dhe çfarë kishte kjo çanta make-up? Ju beton, nuk kam marrë asgjë tjetër. Shqyqyr që këtu kishte dhe pastë edhe fuqe dhëmbësh për dhëmbët. Harrova edhe këtë detajin. Jam bërë gati mbrëm vonë, siç e pat, do të thënë, momentin që u nisa vlogun ishte diku ora 7-8 e darkës, jam larg, kam bërë dushin, derisa krepa vlogët, shkoj gati ora 11 edhe diku te ora 12:30 jemi shtrirë pastaj për të fjetur. Madje kam harruar bijamat dhe u kujtova rrugës, u mërzita shumë fare, sepse në vila si këto, kontenti me bijama është më i bukuri dhe kjo vila ishte fantastike. Është ndër ato vilat më të
të mëdhaja, do të thënë dhome madhe, tualeti madh, salloni madh, kuzhinë madhe, çdo gjë me hapësirë shumë të bollshme, aq më tepër që secila dhomë ka pamje dhe dalje nga balkoni, që ti ke mundësi të dalësh nga kjo pjesa që ti shikon vetëm pisha dhe malin përballë, është shumë pamje shqetësuese dhe relaksuese në të njëjtën kohë, shumë bukur. Vilat janë të reja, marrë pak informacion që unë kam, janë hapur diku në fund nëntorit, pra mos të themi që mund të jemi ndër klientët e parë këtu, edhe çdo gjë është e re, e pastër, e bukur, më pëlqen shumë arredimi, se zakonisht vilat në Shqipëri egzagjerojnë, më thënë fusin një lloj fryme shumë moderne, kur fshati nuk ta pranon. Maksimumi i vilave moderne mund të jetë kaq, pra në këtë lloj druri, edhe jo shumë pllaka, shumë velvetera. Për shembull, kjo këtu më pëlqen shumë që është vetëm dru, edhe pjesa tjetër është shumë minimaliste. Adhuroj. Do të thënë, ose duhet të bësh një arkitekturë ose një dizajn të gjithin dru, siç ka qenë udhëtimi jonë me gocat, atje ishte fantastike, çdo gjë ishte dru dhe shumë e bukur dhe shumë e vjetër, ose do i mbahesh asaj teme ose kësaj, do të thënë ti je dru brenda modernes, por shumë minimaliste. Në momentin që egzagerohet me faqe muri, me ngjyra, me pllaka, me materiale velvet, ndërthure, duket sikur ke bërë luks, por në të vërtetë nuk e do kjo gjë e luksin, dhe mua sikur më irriton kjo pjesa që sikur më shumë më bë zhurmë në kokë, dhe nuk më pëlqejnë të tilla dizajne, dhe në gjitha vilat që unë kam parë, këtë lloj dizajni kanë dhe nuk më pëlqen realisht. Po më pëlqen shumë ky momenti që jam ulur këtu, ndër momentet më të bukura për vitin 2026 është ky udhëtimi dhe ky momenti këtu. Jam ulur duke bërë make-up, në rahatin time, me qetësi, me këtë pamje shumë bukur. Unë funksionoj vetëm në këtë mënyrë, ju betohem, nuk është çështje, nuk e di se çfarë mund të konceptohet nga jashtë, por qetësia ime tani merr një kuptim ndryshe kur unë lëviz, udhtoj dhe ambienti, pamja është, nuk e di, me lidhet shumë me moodin dhe ndaj ndonjëherë rutina me bezdis ose me lodh ose nuk më jep më të njëjtën ndjesi të bukur. Jam shumë e lumtur që lëvizja, më duhet patjetër lëvizja. Javën tjetër e kam pak më të ngarkuar, do lëviz sërish për punë. E kemi pak a shumë aktivitete gjithë javën, dhe në fundjavën që kemi fejesën e kushëririt tim, që ende nuk kam bërë asgjë gati, asgjë. Kam filluar i le të gjitha gjërat për momente fundit, gjë që nuk ka pas ndodhur fare më përpara. Unë kur kisha një udhëtim, do të thënë 24/7, mendoja vetëm për atë udhëtimin se mos mungonte asgjë. Këtë herë që as nuk mendova fare, harrova pijamet, harrova skincare, harrova shumë gjëra. Tani makina jona është pak e vogël, të jem me sinqert, dhe nuk na nxjerr shumë gjëra në bagazh. Po mami. Të hahet? Ja. Të bëhet mami gati dhe do ikim te restoranti. Fol pak me babin. A foli me ato që a kishte pizza apo jo? E kanë kthy përgjigje? Si më ime. Tani është ora 1 drekës dhe normalisht në hahet gjithve, nuk është se kemi hangër për sot, kemi hangër budalliqe që morëm rrugës, dhe vetëm kaq, por Beki nuk përqëndron të fare, nuk na ka qëndruar fare, nuk e di pse. I bie që do ikim? Ku? Të shkojmë te restorante? Ku do ikim? Po, ose shkojmë të marrim ne, Ka ushim këtu. si ja prishim Bekin të gjumrin të. Ka ushim. Ka ushim këtu. Kishim një restorant këtu afër dhe të shkojmë që të marrim ne që për të ngrënë. Problemi është se Beki, si që thash, ka qenë shumë e gritur. Vendet e huaj që nuk i njeh, njerëzit që nuk i njeh. Tani më dhe kur lëviz Rogerti për shembull për të kryer një punë, fillon në çan. Nuk më them se nuk e di çfarë ka gjetur, besoj është faza e rritjes dhe që kupton shumë më tepër.
është si e grindur, nuk është rehat. Kjo është një ndër ato arsyet pse nuk lëvizim shpesh me fëmijët, se i njoh, nuk janë fëmijët më praktik në botë. Roy tani po, ky ka qenë viti i vjet dhe këtë vit e kemi shijuar, domethënë nuk të bezdis, është i kuptueshëm, mjafton t'i thuar që t'ja thuash të vërteta gjërat dhe je okay me të, ndërsa Beki kemi edhe një 2-3 vite punë me të, ndërsa të kuptoj, tamam. Edhe kjo është një ndër ato arsye që unë vërtet nuk lëviz shpesh me fëmijët. Dhe të vërtet nuk është se jam te këndi im, që më shikon në shtëpi, por gjithmonë do jem në një kënd. Dhe këndi ku do jem unë jam unë. Ka bën sens kjo gjëja? Pra gjithmonë do jem në një kënd duke bërë video ose duke folur. Kështu që merr kuptim fjala at Alda's Corner, kudo që unë të jem, ju keni ardhur të këndi i Aldës që për sot edhe nesër është ky këndi këtu. Edhe kur do që unë të jem në udhëtim ose të lëviz, gjithmonë do jetë një kënd i imi. Se në gjithë shtëpinë, pra në gjithë vilen që unë pash, ky është këndi që zgjodha dhe mendoj se mu përshtat, edhe drita është shumë e bukur, edhe duket çdo gjë lezetshëm. Unë përpara nuk kam një pasqyrë, kam vetëm kamerën, por shoh drejt. Nuk e di se si po del make-upi. Nisem për të bërë një make-up shumë të lehtë, sa për t'i dhënë vetes pak nur, dhe mos më qenë në gjendje të lodhshme. Por përfundoj duke i bërë të gjitha shtresat, se lidhe me njëra tjetrën, do bësh pak blush, do bësh pak bronzer, blush. Pastaj ato duan edhe pudër të thatë sipër. Du har mig këtu. Hm? Du har mig këtu. Pse? Se s'ka bërë një du har mig këtu. Roy është i fiksuar me borën, do patjetër të ketë borë. Më si po priste dhe ju thash që kemi ardhur për Royn, që është e vërtet ai na bëri të vime patjetër, se këtë vit nuk kisha fare neps për borë, mbase udhëtimi që bëre me gosat ishte aq i bukur dhe kemi shijuar aq shumë, pa filluar ende mirë dimri, bora, edhe ma ka ngopur mendjen edhe të gjithë nepsin që unë mund të kisha patur për këtë vit, edhe nuk po bësha mbar për të bërë ndonjë plan për të lëvizur, kisha plan për të lëvizur jashtë, por po mendoja pra që se nuk e kam kaq me patjetër të lëviz, tash ty mund të bëj ndonjë udhëtim tjetër. E di që më keni thënë shpeshherë për make-upin t'ju tregoj më tepër hapat, do ja u tregoj sa po të gjej një moment që ndjehem pak më lirë, dhe që nuk jam me vrap, se zakonisht gjithmonë jam me vrap, ose po më pret dikush, ose duhet të shkoj diku, si që është tani, që po më presi mua për shkuar te restoranti. Por gjithsesi unë vazhdoj të bëj muhabet këtu me ju, nuk është se po rri, po bëj dhe make-upin dhe muhabetin, dhe prandaj më shijon kjo gjëja, që edhe make-upi nuk më duket i mërzitshëm, ndërkohë që e bëj, sepse kam bërë dhe muhabet. Më duket sikur kam një person përpallë dhe po flas. Edhe pse nuk më bë pyetje. Thjesht më kujtohen pyetjet që më bëni juve. Për shembull tani për të make-upit që më kujtua, më bëni shpesh pyetje. Ky reagimi ishte më shumë zemër se vera kjo në to, po shoqëri nuk e gjetë gjë. Po thoja që po thoja, hutova tani. Tamam, mendoj që ditët dhe javët më të këqija të janarit janë ato të fillimit. Ne kemi filluar edhe me koleksionet e reja, ty motivohem më tepër kur filloj koleksionet e reja, kur punoj për gjëra të bukura, edhe për materiale të reja. Jam kështu, sikur rinohem, sikur më vjen tamam frymëzimi që unë Alda, që humbas ndonjëherë, aty e gjej. Kështu që nga ky udhëtim e mbrapa, sigur që çdo gjë do jetë më bukur dhe do hyj në linjën time që duhet të jem gjithmonë në fakt, jo vetëm kur më shkojnë gjërat siç dua unë. Përfundimisht kam kuptuar që unë nuk jam për të bërë pushim të gjatë. Maksimumi i pushimit tim është 2 ditë. Do të thënë të flas, të pushoj të rinë në shtëpi. Pastaj fillon e kalo në marzitje, në lodhje, kur do shkoj te puna,
Unë të puna kam qenë çdo ditë, por jo ajo puna që unë të kem shumë gjëra për të bërë njëkohësisht, se vetë kërkova të tillë. Imagjinoni pa këtë persona që kanë parë videot e mia në gjithë jetorin që thojë si prezjanaren për të pushuar. Se s'më ka dalë fare koha dhe unë tani them, si pres që të filloj punën prap vrullshëm, se nuk ri dot kështu. Se natë më vjen që jemi vetëm një ditë dhe doja t'isha dhe nesër këtu. Ne do jemi këtu po, televizim. Pak të 2 net, kjo vila i meriton. Por Roy të premten është në shkollë, ka dhe after schoolin dhe nuk lëvizim dot. Ka vetëm të shtunë dhe të diel. Kështu që vetëm një natë mund të qëndrojmë, se të hënën është gjithashtu në shkollë. Dhe ju kam thënë që nuk dua ta ndërpres, se nuk i bën fare mirë. Të paktën kur të mungoj që është smur dhe s'ke çfarë t'i bësh. Dhe maksimumi që mund të udhtojmë jashtë një herë në vit ose 2. Se me Roy nuk është se lëvizim shumë jashtë. Të paktën këto vitet e para të shkollës, se është shumë e rëndësishme që të hyjë në linjë, në mësime siç duhet. Këtë vit do shikojmë patjetër të marrim ndoshta edhe një makinë 7-vendshe për Roy, sepse na duhet në udhëtime, jemi shumë njerëz, shumë gjëra, vetëm unë kam 2 valigje kur udhtoj. Nga një valigje secili, imagjinoj një fetë se sa venduhet. Unë jam gati tani. O zot, kjo drita. Sado që unë kam vetrat të shtëpia ime, prap, adhuroj të kem po kaq shumë dritë. Dhe tani ka dalë një diell, o zot, sa bukur është për të bërë video, se keni iden. T'ju tregoj se çfarë do vesh, do të thënë, kam veshur këtë seti bashkë me tutat, por si të ta kombinoj. Po vendos këto te koka. Kështu. Kjo me kombinon gjithashtu me këtë pëllushin. Mendoja t'i kombinoj me këto bucat e zeza. Kam dhe të bardhat dhe dihet se me këto më shkojnë të bardhat. Por kisha një ide për të bërë një foto në makinë, edhe janë të gjata ato, kam përshtypjen nuk më rrinë mirë. Po, dhe provoj tani edhe të shoh cila më shkon më tepër. Duket? Kështu. Jemi apo si jemi? Jemi në vibe-in që duam. Shumë. Tani dola. Kjo është rruga, secila nga vilat. Janë të gjitha të njëjta. Tu kam dikë që ha vetëm borë. Oroj. Oj bukri botës. Eka. Hajdete mami. Shkënde bora. Shkënde bora. Op, shkënde mami bora. Hajde. Bravo, Becky. Hajde mama. Oh, ku ka e Roy?
Ta shof? Ta shof kapelen? Ta heqim? Opa! Jo! Katomigj. Do katomigjeri. Do shkatomigjeri. Hiç. Ama. Papi, tu a 2027. I poboljšali svoj ciklusa, otkrijte novi Omni Ultra. Sada ima novi i bolji kožni sloj, koji je mekši nego ikad. I uživajte, isprobajte nove Omni Ultra. Pogledaj novi Ideja katalog jer ti Invincible, the lobsters are saving me. Hey, where'd my drip go? Why am I bald? Yeah, I don't like this anymore. Okay, so this next game is called Pay to Play. Mirëmëngjesi, sot si kam thënë mirëmëngjesi, por jam i me zgjuar kemi pirë një kafe, më dhem shumë koka sot, nuk e di pse më dhem koka, ndoshta s'kam bërë gjumë tërhatshëm, nuk e di, por që më dhem shumë koka. Dhe thash të sistemoj, kam veshur këtë jumpsuitin e zi, të bëj gati të gjitha gjërat, të vendos në vendet e veta, që mos të jemi vonë, të paketoj dhe me thënë. Nuk më kanë shkruar se kur bëhet check-outi. Fëmijët e kanë shijuar në maksimum, si dhe mos Rory, po dhe Beki duke qenë si shkon pas, edhe ajo në mënyrën e vetë pa shijon. I mblova të gjitha, të mbyllim valigjen. Këto valigjet e rimodhës janë shumë bukura, por nuk nxenë shumë, pavarësisht se janë të mira që të ndihmojnë. Mos fusesh më shumë se kilogramin që ti ke paguar. Nëse ti ke paguar 20 kg merr kjo. Por këtë gjë është shumë e mirë, por duke qenë se ne jemi mësuar që ta kalojmë pak edhe masën që kemi paguar, se ndryshe nuk e quar. Okej. Kjo është gati. Tani. Ky është edhe pelushi, xhupi, bomber i lëkurës që unë kam, që të bëj foto kështu. Por fillimisht kam dhe këtë gjë, që vendoset në kokë. Fillimisht duhet të lyhem se jam shumë rënd. Brëm kam parë Bikun, është hera nata e 2, dhe më thënë kam parë kur ishte Alketa e ftuar, edhe mbrëm që kam parë thuajse deri në orën 1 vetëm Bikun. Kam qarë mbrëm me historinë e Stelinës, dhe kur qajnë e darkë dhe ullëm gjumë, kam filluar edhe fle për mbys, me krijon këto rrathet e syve shumë rënd. Dhe kjo pjesa këtu si qeska, që më përpara nuk më kanë qenë bërë, mbase edhe nga e qare që më erdhi shumë natyrshëm. Mbrëm gjithashtu dhe me historinë, jo historinë, po me letrën e babait të Kristit. Isha gati nga historia e Stelinës. Vërtet të histori të prekin shumë edhe kur ti nuk e njeh personat. Edhe qytetërisht kam filluar të shikoj Big Brotherin. Domethënë, Primet, unë gjatë javës nuk i ndjek, se as ka shans nuk kam kohë të ndjek. Thjesht çfarë na del në rrjetet sociale. Dhe Primet janë në dimër gjëra më e bukur se s'ke çfarë bën dhe çfarë të merresh në darkë, kështu që
Kemi filluar ta ndjekim. Këto 2 herë të fundit se më përpara u lësha herët me bekin duke e vënë gjumë dhe nuk e shikoja dot, por këto 2 herë e ka vënë Vjera. Na kënaqi ky dielli o sot sa bukur. Pavarësisht se ne këtu kemi ardhur për të borën, për të ftohtin, se jemi përgatitur për këtë lloj klime, por përfundimisht më pëlqen shumë. Pranvera, vera, drita, dielli, pushimet verore, deti, nuk e di, më japin tjetër energji, përfundimisht. Përveç dhjetori që unë kam ditëlindjen, edhe janë festat e fund vitit. Nuk më pëlqen asgjë asnjë nga muajt e dimrit. Dhe shtator, tetor, më pëlqen shumë vjeshta, pavarësisht se në Shqipëri nuk mban fare vjesht, domethënë është dielli pish dhe ti s'vesh dot as gjaketa, pra siç duhet të vishesh për vjesht. Më pëlqen shumë vjeshta. Nga dimri vetëm dhjetori, janar fare, shkurti fare, nëntori fare. Dhe janë muaj që vërtet nuk më motivojnë, thjesht më mbajnë gjallë për të bërë punët. Ndërsa shtatori motivon, më duket sikur i nis vitin, jo janari nuk ka lidhje fare me motivimin. E nisjes të një viti. Kështu që e ka shtatori për mua, përveç pranverës dhe verës që unë e adhuroj si periudhë. Çan që s'do t'i ndryshosh pampersën, ta ndrosh, ti refuzosh diçka që mos ta marr, domethënë ka filluar dhe çan praktikisht për çdo gjë thua kjo është rrahur, keq. Ashtu çan. Tani pa le çfarë po kërkon edhe po nxjerr nga këtij që po çon. Tani si mos bësh make-up, afashavash, muhabet në këtë kohë kaq të bukur, edhe me pamjen që unë kam tani, edhe me dritën që mua më duhet për të bërë këtë video, domethënë si. Nëse unë do e kisha këtë këndin, nuk e di pse them gjithmonë shtëpinë kam shumë bukur, çdo kënd e kam shumë bukur, thjesht ka një problem. Dhe problemi është ky, që do them tani. Po thoja dhe problemi është si në shtëpi, si në zyrën time, do ndërpritem nuk e di sa herë, siç ndodhi tani. Domethënë, unë kam një gjë, nëse kam një mendim, dua ta them dhe momentin që më ndërpritet e gjithë gjëja, e hum ritmin, e hum se çfarë kisha për të thënë. Edhe kjo më ndodh, prandaj them shpeshherë sa rahatë, sepse pavarësisht se kam hapësirën time, kur shkoj të puna, bie telefoni, do gjithkohës vijnë për të mpyetur për gjëra, se normalisht jam punë, por nuk i përshtatet kësaj gjëje, domethënë ti mund të jesh në punë, por kjo puna këtu të do kohë, që nëse ti e thua një mendim, nuk duhet të ndërpritesh dhe të, nuk e di, domethënë sa herë unë ndërpritem, e harroj se çfarë kisha për të thënë, ose ku e lash dhe nis nga njëri muhabet te tjetri. Kjo më ndodh. Ja, siç tani erdhi Rogerti, tha Rogerti, beke po çan se do të dalë jashta dhe çfarë do t'i veshëm. Kuptone? Pra nuk është se kam unë atë, pavarësisht se kam, siç e thash, hapësirat e mia, por nuk e kam ndjeshmërinë, edhe kur jam në shtëpi, bie beki, futet e make-upet, nuk e di, do vi dikush të më ndërpresë. Kam shumë të rëndësishme që unë të kem hapësirën time, kohën time, gjë që këto vite kam bërë pakt, që më rojnë fakt, po edhe me bekin tani që nuk do e kem, për vite më radhë, derisa të rritën janë të dy në shkollë. Okej, do e kërkojmë këtë periudhë, nuk e vë ndyshim fare, por që flas se kam shumë të rëndësishme që unë të tregoj veten, të kem atë hapësirën time, rahatin time, dhe aty shpalosem, më kupton? Që her pas here nuk bëj video vetëm nga ulërimat, rrëmuja që krijohet kaosi në shtëpi, nga fëmijët, nga të gjithë.
se cili është në Terezinë e vet dhe normalisht ti nuk është se je këtu për të detyruar njerëzit që të bëjnë pjesë e punës tënde. Por nga ana tjetër mua më vështirësohet. Për shembull, te puna kam vetëm Ailin që i përshtatet, ka qef, flet, nuk është si ka siklet videot ose foto, gjërat dhe mua më pëlqen kjo gjëja se jam dhe vetë kështu. Pra, nëse jam në një ambient që ka kamera ose aparat, unë nuk sikletosem, sepse nuk kam siklete se si dukem, anash, mbrapa, ballore, ku di unë, kur t'jem duke folur me njerëz të ndryshëm, edhe nuk sikletosem dhe nuk e kam problem, por pjesa më e madhe e njerëzve e kam problem se si po dalin, se si duken, se si po flasin dhe unë nuk e përfshi këta njerëz. Edhe më përpara më ka ndodhur që për shembull bëja postime në story me goca dhe thonin jo, lutem shije se s'duke mirë, duhet të bëj pak filter ose duhet t'i rregulloj pak. Gjë që unë nuk jam mësuar kur, unë nuk i rregulloj fotot, as në fytyrë, as në trup. Në video dal kështu me make-up dhe nuk është se kam të tilla komplekse. Gjë që të gjithë të tjerët e kanë dhe shumë rrallë has që unë të kem goca rotull ose njerëz rotull që dalin me dëshirën e tyre ose se kam problem fare që dalin nëpër video se si duken e kështu. Pra deri diku mua më vështirëson shumë, do të thënë më vështirëson të gjitha rrugët. Mundom ta bëj si punë dhe jam e vetme në këtë gjë. Do të thënë e vetme të mendoj se si duhet të bëj videon, të flas, këndet, edhe kur njerëzit për shembull janë në Terezinë e tyre, nuk është se thon prit, hajde bëjmë video ose të kujdesem se shiko Alda do të bëj video. Secili vazhdo punën e tij dhe nuk i intereson fare nëse Alda do bëj apo s'do bëj video. Pra Alda duhet të gjej kur ne nuk jemi këtu të bëj video. Gjë që në fakt unë duhet të jem gjithkohës në video dhe askush mos të sikletoset dhe unë të bëj video të fikse siç i dua. Të paktën siç i bëjnë jashtë që okay, nuk e ndan gjatë gjithë kohës videon ose gjërat me familjar, por kudo që dalin në sfond mos kenë siklete. Edhe kur jam të familjarët e mi, askush përveç vllajt madh që i ka pak qef rrjetet në përgjithësi, për vllai vogël jo. Edhe prandaj nuk është se filmoj kudo se bëj video më tepër se kaq sa tregoj. Nuk është e thjeshtë. Realisht nuk është e thjeshtë. Shpeshherë ndjem aq siklet sa them, a di ç'a lere fare. Sepse kjo gjë bëhet për mirë, nuk bëhet që ti cikletosësh vetën njerëzit. O e bën nëse bën. Pavarësisht se Shqipëria nuk do ndryshoj kur, gjithmonë do jetë paragjykuese në çdo gjë, në çdo lloj fusha, për çdo kënd. Setting spray. Edhe gati. Sot do vendos të syzet me këtë lukun. E kam blerë kur kam qenë në Mykonos. Vetëm ato viti kam vendosur. Vite tjera si kam vendosur më, nuk më përshtatet ndoshta me veshje ndonjëherë. Ushimi. Bravo. Ushimi o me. Ushimi. Ushimi si të jetë mi atë. Si di mami. Çuku çuku çuku. Beki? Atam. A mami? Po jo më shpirt, janë kafshë të buta. Wow, Roji. Just antisocial. They realized that Bill didn't come home last night, and they started. I gotta go after him. All right, take a moment. We don't have much time. Mirëmëngjesi, nga dita tjetër. Jam me shumë shpejtësi. E shpejtësi makine, po s'kam vënë as rriftish, kam marrë makinë, kam dalë shpejt. Është ora 7:01.
dhe kemi lënë për t'i bërë Ambrës, menaxheres tonë të puna, një surprizë. Sot ka 30 vjetorin edhe menduam që të bëjmë një gjithë stafi, gjithë grupi dhe ta surprizonim në moment që ajo vjen të puna. Ajo vjen orën 8. Tani, problemi është unë dje nuk kisha. Edhe urojmë që të gjejmë një tort, kam dalë herët këtu te Pelikani, shpresojmë që të fik qërinjt. Se nuk e di se si do ja bëjmë surprizën në rast që unë nuk gjej tortën. Kështu që jam duke vrapuar, më uroni fat që t'ja dalim. Gjeni çfarë, unë kisha marrë të njëjtën tortë që dhe Ambra kishte marrë për stafin. Rëndësi ka që nuk do ju ndryshoj shija në momentin që ne do shërbejmë këtë tortën. Për të gjithë ata që se dinë, unë dhe Ambra kemi qenë në një shkollë në Laç, kemi bërë filloren bashkë edhe jemi të dyja 30, pra unë i bëra të dyja Bricjap, unë i bëra me natën e vitit 3 dhe Ambra i bën tani ditën e fundit të si bie të shenjës së Bricjapit, ka dhe ajo ditëlindjen. Është më e çuditshme që ne mbas shumë vitesh të martuara në shtëpi me fëmijë, ndryshe totalisht nga çfarë ne jemi njohur në Laç, gjendemi bashkë në një njëjtën punë duke punuar për Amitele Studio. Nuk e di, ndoshta është fati që na ka bashkuar rrugët, pa e ditur, pa e kuptuar, nuk na e ka marrë mendja kur që ne mund të ishim një ditë bashkë. Domethënë, Ambra ka qenë në klasën paralele, ajo ka qenë në klasën A dhe ne të B-ja. Njiheshim njëra tjetrën, nuk është se kemi patur ndonjë shoqëri, thjesht njiheshim, dinim për njëra tjetrën, Laçi është vend i vogël, kështu që është shumë e thjeshtë për të njohur dhe për ditur për njerëzit. Kështu që të gjitha zonjat e punës po habiteshin. Qëndeti kaq herët, se unë nuk vi kaq herët, dhe më thënë në orën 8-7 hapet puna për gjithë punëtorin poshtë në katin e parë, në orën 8 vjen Ambra, që është menaxherja te Amitele Studio, edhe pastaj në orën 10 vijnë të gjitha vajza që merren me paketimin, me internetin, Instagramin, kontentin, të gjitha 3 vajza tjera, domethënë që ende nuk kanë ardhur. Njëra prej tyre është dhe shtatzan dhe normalisht nuk e sikletosëm që të vinte. Dhe tjetra ka djalin e vogël, kështu që Ali erdhi. Ali dhe Ambra kanë ardhur në punë të Amitele Studio në një datë, në një ditë. Kështu që jemi të pandashme. Uroj sa më gjatë të shkojë kjo mesia jonë. Kafen e mëngjesit e kemi te Portside me gocën e ditëlindjes. Ja, Që në 6. i bëri 30. Edhe Ali këtu. 3. Unë vazhdoj të jem të puna, që kur kam dalë, deri tani nuk kam lëvizur fara, o zë çfarë ditë, po kemi lëvizur për kafen, sa harrova, po flas nuk kam lëvizur për të bërë punë tjetër përveç se këtu. O zë çfarë ditë e kjo sot, duket sikur kam patur unë ditëlindjen. Këtë javë do iki në Milano, në Itali, kemi për të bërë disa kontrata gjëra.
lidhje me punën, me bashkëpunëtorët nga Italia. Dhe më duhet të shkoj këtë javë. T'ju tregoj se çfarë mora, se video tjetër do jetë ndoshta vlogu, do ju marr vete, domethënë, momente që unë nuk do jem në punë atje, po momentet që unë do jem në punë nuk do e marr vete sigurisht. Po mundohem mos të tregoj më shumë se ç'duhet. Nuk duhet të tregoj për punën time kaq shumë sepse lodhesh ti bësh gjithë hapa gjëra dhe në fund shikon njëjtën gjë që bëjnë njëjtën gjë si ti, njerëz të tjerë që i gjejnë gati nga ti. Kjo është temë tjetër. Kalojmë se çfarë kam marr, 2 produkte. Ju e mbani mend që kam përdorur shumë këtë gjalpi për të hequr make-upin, cleansing balm nga Geek and Gorgeous. Është fantastik. Provoj çfarë do lloj gjëje që unë provoj. Ky mendoj se është më i mirë. Pëlqen shumë, më përshtatet shumë lëkurës time dhe shkrin totalisht make-upin dhe ndërkohë ta lidh dhe shumë të bukur. Mora dhe eye patches me retinal nga ky brendi këtu. Nuk ja kam iden këtij brendit. Di që janë produkte koreane të dyja, edhe kjo. Nga këto faqe që i kanë të gjitha këto produktet koreane, besoj mund të gjeni kudo. Edhe e morën sepse lëkura ime këtë periudhë nuk ka qenë fare mirë. Sytë e mi tregojnë të gjithë lodhjen ose ngarkesën, pagjumësinë deri diku. Beki këtë periudhë nuk ka qëndruar mirë natën, dhe gjithkohës është grindur. Normalisht ajo grindet çan më duhet të zgjohem edhe ta qetësoj, kështu që kanë qenë shumë net jo të mira me gjumë. Thash të provoj këto edhe të shohim në vazhdim se si të shkojnë gjërat. Sot ishte një ditë shumë e bukur. Mund të them që ky udhëtimi dhe pas këtij udhëtimi të jetë çdo gjë shumë e bukur, sepse është dita shumë e bukur. Me duhet të bëhem gati tani dhe të iki, sepse kam lënë një orar në orën 4, tani është ora 3. Për trajtimin e trupit, po mundohem të bëj të gjitha trajtimet, të jem shumë korrekte me të gjitha oraret e javës, bëj 3 herë në javë, duhet të bëj 3 herë në javë, kryesisht kam bërë 2 herë në javë trajtimin e trupit, sepse s'kam arritur dot për të bërë të gjitha ditët javës, por shpresoj në vazhdim t'i bëjmë. Javën tjetër kam bërë porosi që të më vide detoksi dhe të nisim detoksin. 7 ditë do ta provoj edhe të shikoj se sa diferencë kem edhe në kilogram edhe në perimetër. Mbetet për të parë dhe pse është muaj më i keq për të nisur detoks. Vazhdon ende të jetë vit i ri, vazhdon ende që kemi jo ditëlindje, jo festa, jo gjëra. Unë këtë javë kam edhe një fejes, ja kam thënë nuk disa herë. Dhe normalisht është tuna prishet, e diela është e diel, dhe të hënën do nisim detoksin, do supozojmë që kemi nisur muaj të ri. Iku vit i ri me këto ditëlindjet, festa të rastit që kemi patur deri tani, pra deri të kësaj diela. Sot është e hënë. Kështu që të bëm gati të iki, ndoshta përpara se të shkoj, është ora 3, e kam kohën e lirë, mund të pidhni një kafë me gjerë. Sot kemi pirë kafe vetëm me goca që në mëngjes, kur ikem, pasi frymëqenjtë dhe këto gjëra tjera. Pastaj të shkoj në shtëpi, të shikoj, të sistemoj se çfarë do marr dhe me vete në udhëtim. Po mundohem, kur kam udhëtime të shkurtra dhe për punë, mundohem që të jem shumë selektive, të marr pak gjëra, 2-3 gjëra që mund t'i kombinoj 2 herë, që mos të marr shumë rraq me vete. Kur ke 2 ditë jam, 2 ditë, 3 ditë, 3 ditë me gjithë rrugën. Kështu që këto janë gjëra që të bëj. Veshja nuk është se ja u tregova, jam veshur shpejt, por nuk kam bërë ndonjë gjë. Wow, pantallona të pana, këtë bluzën e leshtë, me këtë prerjen, çanta dhe këto këpucat. Që kam bërë pis pak. T'ju tregoj pak ndryshimet që po bëjmë këtu te showroom-i. Në fakt nuk po bëjmë ndryshime, por po bëjmë ambient të ri, për sa i përket njërës nga stilistet. Për porositë specifike kemi menduar t'i kalojmë këtu në katin e dytë. Për momentin është ndarë me këtë xhamin, kush e mban mend këtë e kemi patur në Tiranë, dhe po presim që të na vijë dhe pjesa tjetër e xhamit,
do mbyllet e gjitha në xham. Na erdhi edhe tavolina e stilistes, ku këtu do bëjmë ato perlat. Ka goxha hapësirë për të vendosur edhe një makinë suzator dhe një hekur, se pjesën tjetër i kemi poshtë, thjesht për gjërat e shpejta, që mund t'i bëjmë brenda këtu. Këtu ka dhe një pasqyrë ku ne të shfrytëzojmë për të parë modelet e reja se si do dalin. Mezi po pres se është shumë e bukur dhe jam shumë e lumtur duke qenë se këtu përballë kam zyrën dhe përballë do jetë kjo pjesa këtu. Nuk e di. Do dalë shumë bukur. Këtu normalisht do mbajmë copa, sa ka ardhur, prandaj është dhe piset. Këtu do vendosim perde që do të ndahet nga ana tjetër dhe nuk do dalloje. Perde, nuk e di. Do jetë fantastike edhe kjo zona, më pëlqen shumë. Tani po ndorohem për të bërë gati për masazhin e trupit. Këtu është një qetësi e paparë dhe shumë bukur çdo gjë. Sa herë vi këtu tani kënaqem me kam si moment relaksi. Si që thot dhe shpreja këtu. Me në fund, shikoni çfarë ka ardhur. Ka ardhur kjo mobilje që kisha bërë porosi këtu. Dhe duket kështu. Tani duket shumë bukur. Me sistemuar, aty duhet të vendos në një vazo. Shumë bukur, më pëlqen. Këtë e kemi kombinuar, këtë ovalen, me këtë zonën kështu. Pra që t'jetë qisa ndej njësoj. Edhe materiali është drulisi, pëlqen shumë, është e pa trajtuar, të tipit nuk ka ngjyrues dhe prandaj duket kështu. Dhe krevati beki që shkon me gjitha detajet, dhe pse unë duhet ta heq këtë se nuk po e fusim në funksion, nuk do të qëndroj çan gjithkohës. Dhe kështu, sistemova dhe sirtaret, e mbani mend që pata thënë se nuk shkonin mirë siç duhet. Tani hapen edhe shkojnë. Tani nuk janë sirtaret më të mirë të mundshëm, se kështu i bëj usku, nuk është se bën ndonjë cilësi, por nga që më pëlqeu shumë se është kaq e vogël dhe e rehatshme, komode dhe ngjyra na shkon me pjesën tjetër. Thash mos të investoj diçka më të shtrenjtë, se mbase më vonë më duhet më e madhe. Pra kur të bëj diçka të saktë me mobilierin, mund ta bëj ndryshe. Kjo për 7 ishte shumë e shpejt, se kush priste edhe një muj tjetër. Ja, pritem një muj për atë. Erdhi, sigurisht që erdhi, por e kisha këtë merakun. Tani, ju pata thënë që këtu e doja të ishte mermer. Po në të vërtet, bëra shumë mirë që vendosa këtë, se te kjo faqja e thyen dhe lidhet me gjithë dhomën. Më pëlqen shumë se si duket tani, dhe kjo pjesa kondicionerit e futur këtu, shumë bukur. Edhe garderoba është kështu. Peki i bën shumë rëmuj këto gjatë gjithë kohës, po nise, bëjmë çfarë bëjmë, i sistemojmë. Dhe ja, unë sapo kam ardhur dhe nga trajtimi. Ndihem si një flutur tani, mbas këtij trajtimit. Do ndrohem. Do pi një çaj dhe ose një kafe, të shohim. Dhe të shtrihem pak, të marr veten, edhe të mendoj se çfarë duhet të bëj gati për udhëtimin e radhës dhe punë gjërat për këto ditë derisa unë të ikem. Tani lajm edhe fytyrën. Nuk kam vendosur make-up, po e di që kam marrë dhe ndjej të piset, kam marrë shumë fytyra sot të puna. Sikur dhe skincare të vendosin se ta lajm patjetër, se thith plura gjatë ditës, edhe besin aty gjithë natën në rast që nuk e lanim.
Pra jo me idenë që s'keni bërë make-up dhe s'duhet ta lani. Po përdor këtë. Fat duhet i kisha mbaruar atë tjetrin, po vaja. Dhe i miksoj. Me këtë që mora sot. Besoj nuk jam e vetmja që kur merr një produkt të ri do ta përdorësh dhe ta provosh direkt. Dhe vendos te i peqis që mora, ti provoj dhe ti shoh se si janë, a janë mbledhur apo jo. Në fakt, kushtuan ca ishin diku te 24-25.000 lek. Sa cop ishin? Si pash, do të thënë kishte goxha, diku te 10-15 cop, nuk e di, po kishte. Kështu që direkt tani do t'i vendos edhe t'i shohim se si janë. Duken kështu, janë të mbushura me gjel. Okej. Shumë mirë. Sa gjel paska. Super. Tani do shkoj të ulem aty te divani, të bëj disa postime, të shoh pak, se nuk jam ullur gjithë ditën, dua të shtriem, kam nevojë të shtriem. Ku e kam lipin? Më duhet një lip oil se më janë tharë edhe buzët. Këto po më shkasin pak se kanë shumë produkt. I ka tani shihemi nesër. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Kam dalë herë që në 9 sepse kisha lënë orarin për të bërë krerje të Kiara, të krerjen me rrela të famshmen. Dhe sa po mbarova dola, mora dhe perdet e dhomës time se i kisha dërguar tek pastrimi kimik. Edhe thash ti çoj tani shpejt në shtëpi se i vendos Gjesinta dhe kemi vendos, domethënë, deri në darkë, t'i gjej gati. Edhe pastaj do dal sërish, do shkoj të puna, të shikoj gjërat edhe kështu, ka një dita. Më falni, të lë njeri të shkosh në punë? Tani po ikim të kafe jo në punë, se dikush kishte planet të tjera. Wow! Toke. Toke. Toke, bravo. Hop, hop. Erdha të këndi im. Tararam. Do bëjmë gati. Edhe nuk jam rahat aty sepse po vendosin perdet. Edhe unë të bëjmë gati shpejt. Jam mësuar edhe te ky këndi në këmbë, duket sikur në këmbë mbaroj më shpejt punë se sa kur ulem aty dhe e marr me nge. Nuk është e njëjta gjë. Ashtu, ë? Baba. Këta fëmijët më duket sikur duan atë që shohin më pak, atë duan më shumë. Sa më shumë të kujdesesh për to, aq më shumë ja u nxi jetën. Vesha kapo. Rogeri nuk është se qëllon shumë të reja gjatë gjithë ditës me fëmijët, por për të lënë kokën të dy. Një herë roja është tjetër nivel, gjithmonë dhe kur ka qenë bebe, mjafton të ta merrte Rogertin në krah dhe qetësoj direkt. Është shumë e çuditshme. Dhe kur u rrit pastaj vetëm mas Rogertit gjithkohës. Përdora këtë sot.
që e përdor në verë. Unë në verë së përdor fare fondatin vetëm këtë, që është edhe me mbrojtës 50+, por është shumë i mirë. Kam 3, 4, 5 vite që e përdor. The best. Unë si bardoshe që jam, nga vapa, nga nxehtësia, në verë, ose nga emocionet, skuqem te kjo zona. Dhe dikuj nuk kemi patur të tilla produkte dhe gjithmonë thoja si do ta mbuloj këtë sikletin tim që skuqem kaq kollaj. Opa. Erdhi dita. Mami. Merë beauty blenderin. Se keni idenë se sa vështirë është që të bësh gati kështu në këtë formë. Ai do dalim. Oh, sot e dua më e beki. Si m'bëre. Bërë pis. Mendoj se ky vlog do jetë fiksi një film. Kemi kapur shumë momente, nuk e di sa herë jam bërë gati me juve këtu, por me thoni ju, se si është dukur kjo video, se tani jemi diku në fund, nuk është se do filmoj shumë, por do ju tregoj dhe outfitin e ditës dhe pastaj do ta mbyllim. Bërë gati, t'ja u tregoj dhe juve veshjen përpara se t'ju lë. Tani flokët duken mrekullisht bukur, po më pëlqejnë shumë. Edhe këto syzet na shkojnë me këtë lukun, edhe më pëlqejnë. Dhe bomberi, shumë i bukur. I love it. E kam veshur me xhinset e bardha. Këtë badin e bardh, të dyja janë nga Michele Studio, xhinset janë nga Zara. Dhe këto takat çizme që unë kam bler në Afin. Kjo çanta. Edhe jemi gati. Tani do ju lë këtu, mos harroni si zakonisht që të bëni subscribe, po thoja për pak follow. E njëjta gjë, thjesht në YouTube thuhet subscribe, like, patjetër like, një like, dhe koment. Nëse ju bëni koment, jeni shoqet e mia të përjetshme. Ju dua shumë, faleminderit që i ndiqni të gjitha videot e mia. Dhe shihemi te video tjetër. Do vinë të bëhen vlogjet më të bukura. Ja u kam premtuar këtë dhe ju do e vërtetoni këtë. Bye.